Nëse do në të kuptoj se sa rrezik është mos mi që pejgamberit Allahut, ja këto vetëm 3 hadithet pejgamberit Allahut. I pari hadith që e transmeton Imam Bukhariu nga Ebu Hurajra që erdhi Gjibrili a.s. ku pejgamberi Allahut ishte në ditën e xumat duke hip në hitbe dhe thot Gjibrili a.s. unë do të lutem e ti o Muhammed thuaj amin o Zot pranoje. Dhe u lut Gjibrili me 3 luqje. Një ndër luqjet tha Gjibrili a.s. tha Allahu e largof prej rahmetit ti atë që përmendesh ti dhe aj e ndëgjon emnin tanë mirë po priton me që salavat bitej. Pejgamberi Allahu tha amin o Zot largoj. Urdhi Allahut azza wa jall. Dhe thot pejgamberi Allahut me një të hadith e ka gabu rrugën e xhennetit ai i cili përmendesh ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ai nuk të çon salavat. Përmendet pejgamberi Allahut dhe nuk çon salavat ki njeri e ka gabu rrugën e xhennetit, nga se ai që do të troki dirë të xhennetit është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe s'ka mundësi që të hinë xhennet vetëm ata që kanë qëndëru në hapat dhe në gjurmat e pejgamberit Allahut. Pra thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë do t'jem zotëria i bive të Ademit ditën e gjykimit. Unë jam ai i cili udhëheqi njerëzimin ditën e gjykimit. Unë jam i pari i cili nxjerrem nga varri ditën e gjykimit. Unë jam ai i cili ndërmjetësoj dhe mpranohet ndërmjetësimin ditën e gjykimit. Dhe në dorën time do qëndron flamuri i lavdërisë, edhe me këta nuk jam duke humbur, po jam duke e tregu se Allahu azza wa jall më ka porosit me ju treguan. Dhe thot pejgamberi Allahut me një hadith, a keni dëshirë me ditë cili ka është kopraci më i madh në sipërfaqen e tokës? Kopraci më i madh është ai i cili tha përmendet emri jot e ai prejton me thon sallallahu alaihi wasallam. Përmendet pejgamberi Allahut, ai priton të qoje salavat pejgamberin Allahut. Për fatë të keqë vëllezër të ndërshëm dhe ne sot në kohën e modernizimit kemi dhe hoxhallar të tillë të cilët kur rrafejnë hadithet pejgamberit Allahut priton me përmend pejgamberin Allahut, po thot ka thonë Muhammed. Thua se është të fol për një rrugaç, Allahu na ruaj. Këto janë ata gjua të cilët janë shtërë mbi salavatin nga pejgamberi Allahut. Këto janë ata të privuarit nga mirësitë dhe bereqeti salavatit mbi pejgamberin Allahut.